Dhe pikërisht koha jote filloi sot, fillon në atë studion tjetër, pra në studion 2, ku na presin dy mësuesi, dy ata profesorët tanë mendje ndritur, të cilët edhe sot me sa duket do të na surprizojnë me mozaikun e tyre folklorik. Do të kem përgatitur surpriza. Lidhemi me njëherë me mozaik folklorik. Shikim të këndshëm. Përshëndetje të dashur të teleshikues, bashkë me urimet për vitin e ri, ju uroj dhe mirëseardhje në mozaikë folklorikë. Shtetje dashur zhus, shishur si ju ka zheshdosh, ma shdosh vitin shetër, edhe me saha ma shumë dhe hashdore i shahala ërtëk. Të dashur të teleshikues, me qenë se është fund viti, po dal pak nga vetvetja dhe me lejoni t'u tregoj një barsalet nga shkretira e Siberisë. Po, ishte një burë edhe po este në shkretëtir dhe takon një gamile. Ku po vete i tha gamile, çfarë kërkon? Po kërkoj u, i tha buri, po këto jenë shkretir, mo. Sa e madhe. O shumë, zjetë ma mirë viti ti. E bukur pse. Nëse dakord të bëhemi serioze, sot ne do të kemi diçka të veçantë, sepse unë bashkë me profesorin do të kurorëzojmë një betejë folklorike. Shashtu? Qa kena me bona? Betejë folklorike, profesor. Më prajtë sa qkoj dirë ke shpoja. Që e ure qdo në shpi? Të morë kalashin. Që do kalashin ore betej me fjali, me argumenta, të debatoj me fjali se kush ka më shumë vlera, devolli apo dibra. Mo bre, po pranoj me mur kalashin, se pos të mush menja me fjall, ta mush kalashin. S'ka nevoj fare, se unë argumentin e vetëm që të binë që ka më shumë vlerë jugu e kam. Më thuajti, kush është autori më i njohur dhe më i dashur për shqiptarit? Për shqiptarët nuk e di, për katunarët portë. Pa, kush është? Për katunarët është Naim Frashëri. Po për që shqiptarët, dore, që vetëm për katunarët? Jo, se për katunarët, ajo është i vetëmi që ka shkujt bakti e bujqësi, orta e shësh. Si është? Qa vozisht. O fshati im plët bukuri, ne ju e lisat e gjatë, fushat me lope me dhi, si ju kam nërë me dit e natë. Obre, a di prej ka qenë s'ky? Ha më nga ka qenë i Frashëri, folje? No i Frashëri ka qenë ka Frashëri. A pra nga jugu? Po shathuar ka Frashëri Dibrës. Ku ka Frashëri Dibra, ore? Ka pejnë, Frashër, po, shëj s'ka, heke më. Ese nga Frashëri në jugën në përmetë, për ta konkretizuar, atere e qojnë poezinë. Autori Naim Frashëri. O malit e Shqipërisë dhe ju o lisat e gjatë, fushat e gjera me lule që ju kanë dërmen dite e natë. Hamo, vetëm ne kemi këte në jugë. Po qa keni vesju, bre? Kushtë ha ne kemi? Po si këtë poezi shtu, e ka edhe Bathërja. Kushtë ha? Bathërja, orta i shësh. E ke këtu? Bathërja, she. Si shosh që kjo shtu, e ka shkujt e ne autori Bathërës. Ta shikojmë, po. She. Po? Autori, Galipi Bathëris. Po? Vazhjit vazhdojnë. O bloku Tiranës, e në jo femra me shalë gjatë. Mos u buno me bosë bërë, po ta thëmë si rëpë. Hajde vetë se ka pëtë kapë me zërë. Zërë! She, e njojta, Po që poezi do t'i kësajo? Po, bre! Po lere që s'desha të flasër, po ta them unë, të njëjtën poezi do t'a shikojmë edhe në jugë dhe më saktësishtë në periferit të Gjirokastrës. E njëjta poezi. Autori, Gjethi Jesilë, o malit e Shqipërisë dhe ju o fusha me ashash. Policia thot nuk mbjellin, në Greqi e qoj me thasë. O file! Kjo? O bo file! O bre! Kjo është fryma moderniste e Lazaratit, profesor. Qashtu? Po! Pra për të shësh.
frima moderniste është, po nuk është ma romantik se Baloku. Se romantike ishte ajo? Po shumë romantike. Shtash bre, shku që është ashtaj, kena mesazhin Shkohodraun. Poezia në Shkodër. Poezi Shkohodraune. Autori është Severia më shikët rasdashur Zhus. O hidrocentralet e Shqipnis, ne ju e lumej pashtrat. Shirat që mi ju bien e bajnë Shkodrën lishen zigant. Shumë bukur. Dakor. Zoti, po, bre. Jam dakord plotësisht. Dhe me që sa arritëm në këtë pikë, na lejoni të dashurit teleshikues që sjellim një poezi të përbashkët. Veri Jugë, pra njëta poezi, version Veri dhe Jugë bashkë. E shikojmë. Autori, Motor Shara, Vargjet. O maljet nga lura në ersekë, që ju zhveshin nga pyjet, ju lampa brekë. Is fushat e gjera dhe is lisat e gjatë, tani jeni bosh, jeni kokës bathurë. Shesi ka më helti këtë që E bukur, e bukur, pa sash ma e bukur se shajo se kisha thonë. Kushto? Ti krasosho? Qebre? Dakor, e bëjmë votim, jeni gati për votim? Votim Eduard Trokitje për poezitë e Jugut. Rejtër të shështë se nuk ka vetëm Jugor shtu brejna. Ka e në Verjor. Ku jo Verjor shtu? A shep po të ishë, shebre. Hobre. Ashtu, dakor. Pak vëmendje, momenti më i rëndësishëm i mozaik folklorikë. Profesore, po të hedhë dorashkin e duelit për para. Ata hu dhe unë i tritën? Jo. Shebre. Do të qelë atë që kam armën më të fortë. Qarë, bre? Plasi sytë, se tani do të qelë vallen e devollitë. Po!
Po I lumë të goja! Hemo, profesore! Qarë do thuash tani? Hemo! Se ato, a ishi burra, ishin femna se mora, Ama bre. të si. Ishi me fuston, bre. Shumirore, qarë Sa shumir shishur si kishin vesh geta, bre. Ori, profesor, lëre të shi. Po shishur si kishin vesh geta, si pale si kishte dalë. Ori, profesor. Po shketo, bre, sa pri, bre. Ti mos folë kote, ajo ishte një punë virtuoze, një gjë artistike po pare ti e shanta, që Po kote. që të thonë, bre, po që të Kamera, ishin 17 vetë, ato I me bo me kërsu një valë, du të me murë ziskaturin me vete, Po si, bre. mor, po si, se ju Jo, më të mirë të juve. shosh, lene, bre, se për të pruku shka prush, të. Qarë ke sill? Ta mësam blit dibrës, bre. Ja këtu. Po shtu, shtash kem ta pati kur video gaci e në 12 pishtaci. Ashtu, po jo I shikoj me ta. Po ta kohë, po I shikoj me ta kohë. Hajde, bre, Një sekundë. Ta që e po kërcent apo kështë thyrë kemë, se për pjetën bajti tërkohën.
S'mërveqëm. Atë si ka si ti lundra. Kush, ma kush? Shato, bre. Jo, mire, mora vesh. Lere. Ore, se kjo para valës tono. Po, bre. Kjo. Po, bre. Val, kam votimin unë. Votoni qik për valën e devollit. Votoni shik për vot dhe di, bre. Po, bre. Një sekundë. A vrej, bre, sa emocioni, Një sekundë. Pse votojmë ne, jo valja e devollit, jo valja e Dibrës? Më falë, ku po i bën vallet ne? Në Tiranë. U taku në Tiranë. U taku, bre, o maestro, një vallet të Tiranës, bre. O një vallet Tiranës, bre. O, ka pjena Simonine. O, bre, hajde, bravo. Një sekund, profesora, në cili, mirë, në Santa Kosti u ka bërë një dhurat. A mundem, si e profesor? Si e ti, mirë. Profesor. Po si e pëtkejna, je mirë, Po di, si e një, u ka bërë një dhurat. Qaru? Mosurini, pse vëlla, në qkini, ndajemi në mes lakrorin, po lërë një rahat në folklorin. Hajde të shi, është dimër, së shverë, a të recitoj njerë? Të recitoj, mo? Shtopre, se ka ordesh. Po jo recitoj, hajde. Faleminderit. Në dritare, prapa gjamit, si shtëra, një trëndafil. Tu zbërthyje Gjamadani, qëti bësh të shkretit bilbil? Mere mbaje për mider, mere mbile në kuti, dhe shdo dit kur tim basher, thuaj, ma dërgove ti. Faleminderit. Një sekundë. Për të qësh. Jo betoj, me të shetoj. Në regull. Më falë si kam thonë budol i pa hahaf në i shumë tu. Pse? Ka një makise to. Faleminderit. Një sekundë. Për ka që bajt e tjo? Po mbila o da i, po mbila fare.